Partia Demokratike ka deklaruar kush cilët janë dhuruesit e këtyre parave? Komuniteti shqiptar në Amerikë. Jo, sepse sipas ligjit, pra ka thënë vetëm në mënyrë të përgjithshme, është krijuar 6 ditë para se të dhuroheshin amerikanët, por nga ana tjetër 7 ditë përpara se sa të bëhet edhe ligja e kontratës. Falë një sekundë, o Klodi, se aspektin ligjor po shikojmë në Shqipëri apo po shikojmë aspektin politik? Ne po shikojmë që 6 milion dollarë... Unë po shikoj vetëm aspektin ligjor, sa i përket aspektit politik, kjo kontrat mund të rindërtoj, mund të ngrej nga e para marrëdhëniet e Partisë Demokratike me administratën Trump, unë kam në gjendje të bëj një analizë të tillë. Jo, do flasim djersi. Po jo, se vori që Spaku thot ka të drejtë, thot, kur ka fonde financime, nuk lejohet financime të uaj. Duhet t'i deklarojnë, për shembull. A duhen deklaruar këto para në KQZ? Në sekundë nuk burë të flasë pra kundë tani. Atëherë. Po do flasim të gjithë tu. Në sekundë të flasë, në Klodin të kuptojmë. Të kuptojmë që se tani ajo, do iki pastaj. Tani, këto financimet e uaja, i the vetë, apo të ka thënë Spaku që janë bërë financimet uaja? Nuk thash në asë një moment që Spaku apo unë. Unë thash metodologjin të cilën... Se që do e toj Spaku se nuk lejohen financimet e uaja. Spaku që do e toj, se Spaku ka... Zotri, nuk thash atë gjë. Që të tosh, do e tosh kërë e ligjë. Enton, të lutem se jam... Atëherë, Enton, unë nuk thash që Spak ka nisur një hetim penal. Për çfarë? Për çfarë është hetim penal? Që ka nisur... Për shkeljen e ligjit. Të lutem më lër ta mbaroj, nëse më lë, sepse... Nuk ka ndonjë. Po na thuaj kush ka ligjit. Që ta kuptosh dhe të marrë informacion. Po kush e tha që ka shkelje ligji? Kush e tha që ka shkelje ligji? Unë thash. Çfarë bueton Spaku? Çfarë bueton Spaku? Zotri, po ti duhet ta dëgjosh deri në fund logjikën dhe fjalimin dhe pastaj të kundërshtosh sepse po bie vetëm me këmbët e tua. Po s'do bie asgjë, unë vetëm po pyes. Po bie unë duke pyetur. Atëherë, prokuroria, ma dëgjoj përgjigjen atëherë. Prokuroria e posaçme ka qelur një proces verifikues. Mbi të cilin, nëse ka, o të lutem tani më lër ta mbaroj fjalimin, nëse do të ndrysh do fjalë, mbaroj atëherë, mbaroj që të flasun. Ja, vazhdo. Atëherë, zoti Rakipi më bëri një pyetje dhe më tha, a duhet që Partia Demokratike ta kishte deklaruar këtë kontratë lobimi të lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Dhe ju nuk e dëgjuat përgjigjen time. Duke qenë një kontratë shërbimi, Partia Demokratike nuk është brenda afateve ligjore për ta deklaruar këtë kontratë. Dakord? Pra në këtë aspekt nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm të dëshmoj apo të tregoj që Partia Demokratike e ka fshehur këtë kontratë në buzët e Shtetit e Bashkuara, ose nuk e ka deklaruar si shpenzim. Ajo çfarë unë thash më herët është, Spak është duke kryer verifikime. Nëse këto donacione janë dhënë në kuadër të fuqatës elektorale, çka ligji e lejon që kjo të ndodhë, dhe unë nuk e di nëse kjo ka ndodhur në këtë kuadër, dhe këto duhet të vazhdojë jetimi, dhe kjo është duke u parë. Spaku i ka dhënë informacion që këto donacione janë dhënë apo jo, nga jashtë. Është informacioni Spaku, sepse është e rëndësishme ta kuptojmë. Nëse Spaku e quan donacion apo jo këtë. Enton, po pra, po Spaku, po ta dinte nuk qelte një proces verifikues, po ta kishte të qartë këtë gjë. Kontrata është online. I ndryshëm, të lutem se nuk jam Alfin Dumani dhe as prokurori çështjes. Jam një gazetare që përfundojmë bashkë. Vetëm mbaroj emisioni këtu. Atëherë, unë kam kohë një orë gjysmë. Duhet ta Antoni se ka një problem shumë të madh në mënyrën e të kuptuar këtë gjë. Marrim informacion dhe ne vazhdojmë, ti thuaj gjitha gjërat. Nuk e zgjidh Klodi këtë punë. Informacionit nga Spaku, do Spaku e quan donacion. Unë jam prokurori i çështjes. Atëherë, nuk e ka të qartë, pra këtë po të them ton sepse po kërkoj një gjë që unë nuk jam në gjendje të jap përgjigje, po të them, është duke kryer verifikime, sepse nëse do të ishte donacioni huaj, zoti Noka nuk do të ishte jashtë, do të ishte me pranga brenda në burg. Pra, po të sqaroj dhe po të them që procesi i verifikimit, se po të ishte Spaku i bindur, apo unë edhe ju nuk do të ishim duke bërë këtë diskutim. Atëherë, dy janë momente që janë të dyshimta dhe po hetohen. Sa i përket aspektit politik, unë ngrej duart lart dhe nuk mund të jap asnjë lloj argumenti se nuk marr përsipër të bëj një analizim për gjëra të cilat nuk i njoh detaje. Sa i përket procedurës ligjore, po të them, dy janë momentet. Një, cilët janë njerëzit të cilët kanë bërë donacion dhe a lejohet kjo, sepse aty është bërë një fondacion. A lejohet kjo? Këtë është duke parë Spaku. Dhe nëse kjo është e ligjshme, përfundon procedura e verifikimit. Nëse ka element veprës penale, regjistrohet procedim penal me veprat penale përkatëse e para. E dyta mund të ndodhë që është një histori e kryer tërësisht, pra një vepër penale ose nuk ka fare vepër penale,
e kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk është kompetencë e prokurorisë posaçme. Prokuroria e posaçme, për ta përmbyllur me këtë fjali, ka një procedurë të qelur mbi bazën e të dhënave të bëra publike në media. Nuk ka një kallëzim penal në rastin konkret. Ka sikur se ndodhi në rastin e Basha. Çfarë do t'jap hetimi është histori. Spaku do çajë. Faleminderit. Falenderoj shumë. Kishe diçka tjetër unë, po s'ka lidhje me këtë temë dhe nuk duhet të shpërndajemi, nuk po e bëjmë. Për dikë tjetër që ishte në prokurori. Okej, faleminderit shumë, shifemi në emisionin tjetër. Me avokatin të lutem. Avokat, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirje. Faleminderit. Të shumë është ndetë mirë. Se duhet pyetur për gjithçka në ditët që jetojmë, e kupton? Shëndeti gjëra. E vërtet. Edhe unë gëzojmë që u shoh mirë gjithë atje. Jemi te lobimi. Zoti Daci, tani ju jeni në dieni të gjithë kësaj të këtij problemi që ne paraqitëm. Tani unë ju pyes si avokat, a ka shkelur ligjin Partia Demokratike në këtë lobim? Kontratën nuk e ka firmosur PD, po përftues prej saj është PD dhe Berisha. Nëse në rastin konkret, ligji ndalon financimet e partive politike shqiptare nga burimet uoja. Ja ta them. Normalisht kjo është një kontratë që në kohën e romakëve njihet si formë, kontrata do bi një personi tret. Pra, një person bën një kontratë me dikë tjetër dhe përfiton nga kjo kontratë një tret. Në këtë aspekt, asnjë gjë të paligjshme si formë kontrate nuk ekziston. E vetmja gjë, pra, me informacionin që u kam deri tani, nuk mund të themi që ka kryer shkelje ligji apo që është vepër penale. Padyshim që ligji për partitë politike në enin 21 ndalon financimin e partive nga entitete private ose publike ose qeveri të huaja të partive. Që do të thotë kjo gjë është e prerë dhe kjo nuk mund të verifikohet përveç se nëpërmjet një procesi hetimi i cili për rastin konkret besoj për shkak edhe të vëmendjes së shtuar që ka marrë, padyshim që spaku nuk do të thotë që do të gjej vepër penale se s'bën. Por është në detyrën funksionale të kësaj që të verifikojë nëse ka vend për të hetuar apo jo. Edhe nëse do të hasen pa rregullsi apo jo. Pra, deri tani në këto momente nuk duket që ka ndonjë paligjshmëri paktën në formë. Pastaj, sigurisht, nëse kemi të bëjmë me financim të huaj ose jo për një parti të caktuar, këtu pastaj nëse do kemi konkluzione, padyshim që do ketë probleme. Por nuk më duket që ka ndonjë tregues që çon deri në këtë pikë në këtë moment, sepse duhet të varet në radh parë kontrata në radh parë duhet të ekzekutohet. Pra sot që ne flasim është thjesht një kontratë e cila ka disa premtime, por mundet të mos realizohet asnjëherë. Mund të rriqen palët nga kontrata, mund mos të ekzekutohet, mund mos të ekzekutohet 6, mund të ekzekutohet një sasi X parash, po themi. Kjo mbetet për tu pa.